Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Jam këtu pranë jush në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Për të ndarë një rrëfim që ka të bëjë me një histori shumë të dhimbshme. Këtë letër ma ka shkruar një vajzë e cila në çdo mënyrë është munduar që të tregon të vërtetën e saj, atë dhimbje të madhe shpirtërore që ajo ka për nënën të cilën nuk mundet ta viziton nga burri i saj. Përshëndetje Tiranë. Fillimisht një herë të falenderoj shumë për këtë rubrikë që e ke hapur. Uroj me zemër që të vazhdosh sa më gjatë, sepse në mënyrë anonime është e vetmja dritare ku ne mundemi të shprehim atë që ne ndjejmë dhe e mendojmë. Historia ime është një histori shumë e dhimbshme. Është një histori shumë e prekshme dhe shumë e ndjeshme. U martova me njeriu që unë e doja, apo në ato vite mendoja që e doja. Kam 15 vite martesë, 15 vite sakrificë, 15 vite vështirësi. Kam kaluar momentet më të rënda në jetën time. Kam kaluar momentet më të vështira në jetën time. Mendoja që dashuria do të më hapte sytë. Mendoja që dashuria do të më bënte njeriu më të lumtur. Por nuk ndodhi ashtu. Dashuria mu kthye në një bumerang. Mu kthye krejtësisht e kundërta drejt meje. Nuk e besoja se do të përjetoja këto emocione. Në fillim martesa ime ishte shumë e bukur. Burri silleshte shumë mirë me mua, tregonte dashuri, tregonte përkushtim, dhe tregonte në një farë forme lumturi. Ndërsa edhe unë mundohesha që të kem momente të bukura me të, të kaloj çaste fantastike. Ishim çift ku ka më mirë. Ishim çift i bekuar. Ishim çift ngjëllor. Të gjithë na donin, të gjithë na respektonin dhe të gjithë na vlerësonin. Por ditët e lumtura në familjen tonë nuk zjatën shumë. Tani këtë faj, a t'ja lëm syrit të keq, apo t'ja lëm inatit familjar, nuk e di. Marrëdhënia jonë ndryshoi menjëherë, ndryshoi si asgjë. Fillimisht burri im filloi që të ftohej. Ishte i fokusuar gjatë gjithë kohës në telefon. Ishte i zhytur në telefon dhe nuk e kishte mendjen fare as tek mua, as tek djali në fakt, që na erdhi në jetën tonë. Mendjen e kishte vetëm tek telefoni, mendjen e kishte tek përditshmëria dhe mendjen e kishte tek e ashtu quajtura jeta e natës. Fillimisht mundohesha që ta kuptoj, më thonte kam nevojë për shokët, më thonte kam nevojë që të dal nga përditshmëria, dua të jemi lumtur, dua të jemi gëzuar, por unë përsëri brenda vetes time kisha ca pikpyetje. Ca pikpyetje që në fakt nuk po më jepnin përgjigje. Ca pikpyetje që më bënin të mendoj 2 herë se çfarë po ndodh me fatin tim. Ditët kalonin, ftohja po bëhej edhe më e madhe. Arritëm deri në atë pikë ku burri vendosi që unë të mos të takoj më familjen që mua më rriti, që mua më dha jetën, që mua më dha shpirtin. Të mos e takoj më familjen time. Nuk e di se çfarë ndodhi me mua, por unë vetëm heshta dhe nuk mundesha në atë momente t'i them që ky është vendimi më i gabuar që ti ke marrë në jetën tënde. Por unë heshta. Ndoshta në një farë mënyre
e miratova në thonjza kërkesën e tij. E kisha shumë të vështirë. Për vitet e tëra mos të takoj maman, mos të takoj baban. Por kishte një shpresë që më mbante se ndoshta një ditë im shoq do të ndryshon. Ndoshta një ditë burim do të shndrohet në njëri tjetër. Çdo ditë po kalon dhe ai është i njëjti. Unë nuk kam asnjë raport me prindërit e mi. Më ka marrë malli shumë. Dua t'i takoj. Dua t'i vizitoj. Dua të jem me ato. Dua të ndaj momente me familjen time. Dua të kënaqem me to. Më ka marrë malli për jetën që bëja, më ka marrë malli për momentet që ndanim. Edhe sinqerisht, jam në një kolaps që dua të jem pra njerëzve të mi. Dua të jem pra njerëzve që dua. Sot, dua të marrë mendimin tuaj se çfarë të bëj. Të ndahem nga ky njeri, i cili po më shkatëron çdo ditë, apo të vazhdoj ta dëgjoj dhe të ri pranë tij me shpresën që një ditë çdo gjë do të ndryshon. Dua të marr mendimin tuaj për këtë storje që realisht po ma djeg shpirtin. Tani me patjetër që unë e dashur do t'jap mendimin tim. Unë mendoj që në këtë mes nuk ka respekt për ty, nuk ka dashuri për ty, ti je thjesht një aset që burri mundohet të të përdor për interesat e tia, për ta quajtur veten burr i martuar, domethënë nuk është se ka dashuri për ty. Dhe një njeri që nuk ka dashuri, një njeri që ka mlev, që ka urrëtie, që ka inat, me patjetër që bën këtë lëvizje që realisht janë lëvizje të neveritshme dhe janë lëvizje që të shqetësojnë dhe të bëjnë që të ndjehesh keq. Unë uroj me zemër që ti të marrësh forcën në vete, të zgjedhësh veten tënde, të zgjedhësh forcën tënde dhe jo të ndryshosh karakterin për një njeri i cili nuk të vlerëson dhe të marrësh atë guximin të jesh zonja e vetes, domethënë të jesh e para në jetë. Mos tolerosh askush të luan me dinjitetin edhe me moralin tënd. Dhe për këtë gjë, uroj me zemër që Zoti të t'jep të gjitha të mirat, të të bekoj me dashuri, por si fund domethënë zgjidhe veten tënde. Atë gjën që ti e ke më të shenjtë, lumturinë tënde. Mos qëndro pranë një njeriu i cili mundohet në të gjitha format të të injorojë.